Në emër të Atit e të Birit e të Shajt. Amen. Të temi që përgëzohen të Shajt për ndërë dhe lavditë të madhit Zot e të Zojës së bekuar, për pendes të mëkateve tona dhe për shpirtrat e purgatorit. Veçër pushtesha, kryusin e qëtë të tombës, veçër Jezu Krishti, Firin e Tij dhe të veprit Zotit tonë, I cili u për në ty në shpirtin shenjtë, likti prej Virgjës Mari, sa mundimet në Poncën Pilat, u krypsua, keqja parës, zbritur në mretërinë e vdekjes, të drejtën ditë në gjakit të vdekurve, unë gjitë në qiell, rinë të gjatë në atit të gjithë pushtesha, re aty do të vi për të gjykuar të gjatë të vdekurit, dhe esoj në shpirtin shenjtë, kishën e shenjtë katolike, shoqërinë e shenjtërve, faljen e mëkateve, zotjen e trupit dhe jetën e pasosur. Amen. Ati ymë që e në qiell, u shenjtro femër jyt, artë mbretëria jote, u bëh vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. U kërkon të përditshme nga jetësat, nga I fal faljen tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të mirë të vdetë, por na lëro nga I keqja. Të lutemi që Jezu Krishti me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar të na shtoj fen, të falemi Mari, hire plotë Zoti me ty, e bekuar jemi mbi të gjitha gratë dhe I bekuar pryti barkut tënd Jezuse. Shtretja Marina të nësat, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Të lutemi që Jezu Krishti me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar të na forcoj shpresën, të falemi Mari, hire plotë Zoti me ty, e bekuar jemi mbi të gjitha gratë dhe I bekuar pryti barkut tënd Jezuse. Shtretja Marina të nësat, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Të lutemi që Jezu Krishti me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar të na përsos dashurinë, të falemi Mari, hire plotë Zoti me ty, e bekuar jemi mbi të gjitha gratë dhe I bekuar pryti barkut tënd Jezuse. Shtretja Marina të nësat, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. O Jezusi im, Na I fal mëkatet tona, çdo prej krahasës së Tij, e çelë faljen si shpirta, por sidomos ata që kanë nevojë për mëshirën tënde. në të parën shajt të gëzimit të mendojmë se Zoja e bekuar që përshëndetur prej engjëllit Gabriel, sepse prej saj do të zinte fill dhe do të lindesh Shërbësi ynë Jezu Krishti. Ati ynë që në qiell u shejtro femërët, anë mbretëria jote dhe vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Na I fal faljet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të vinë të vdetë, por na lëro nga I keqja. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi mbi të gjitha gratë, e bekuar për t'i barkut tënd Jezuse. Shtretja Marina të nësat, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi mbi të gjitha gratë, e bekuar për t'i barkut tënd Jezuse. Shtretja Marina të nësat, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi mbi të gjitha gratë, e bekuar për t'i barkut tënd Jezuse. Shtretja Marina të nësat, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty,
e bekuar je mbi të gjitha gratë, e bekuar fruti i barkut tënd, Jesuse. Shëndetia Marina, Lajtën Zot, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fytyrë të vdekjes sona. Të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e bekuar fruti i barkut tënd, Jesuse. Shëndetia Marina, Lajtën Zot, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fytyrë të vdekjes sona. Të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e bekuar fruti i barkut tënd, Jesuse. Shëndetia Marina, Lajtën Zot, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fytyrë të vdekjes sona. Të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e bekuar fruti i barkut tënd, Jesuse. Shëndetia Marina, Lajtën Zot, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fytyrë të vdekjes sona. Të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e bekuar fruti i barkut tënd, Jesuse. Shëndetia Marina, Lajtën Zot, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fytyrë të vdekjes sona. Të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e bekuar fruti i barkut tënd, Jesuse. Shëndetia Marina, Lajtën Zot, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fytyrë të vdekjes sona. Të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e bekuar fruti i barkut tënd, Jesuse. Shëndetia Marina, Lajtën Zot, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fytyrë të vdekjes sona. Nga vjatit e birit e shpirtit shajt, Që në fillim, ashtu tashmë për gjithmonë në jetën tonë. o Jesuse, Ne falë mëkatet tona, shto na pejgamës së theret, të qërëmonit të shqyrita, por sidomos ata që kanë më nevojë për mëshirën tënde. Në të dytën shajt të gëzimit të mendojmë se Zoja bekuar shkoj të takohet me shajtën Elizabet dhe në lajtimet të 3 muaj. Aty që në qiell u shenjtoft armëria jote, u bavë mesa jote, si në qiell ashtu në tokë. U kërkon të përdeshme na jetë sot, na I falë fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, në mos faler të bjemë të ndim, por na liron nga I keqja. Të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe I bekuar fruti I barkut tënd, Jesuse. Shëndetia Marina, Lajtën Zot, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fytyrë të vdekjes sona. Amen. Të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe I bekuar fruti I barkut tënd, Jesuse. Shëndetia Marina, Lajtën Zot, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fytyrë të vdekjes sona. Amen. Të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe I bekuar fruti I barkut tënd, Jesuse. Shëndetia Marina, Lajtën Zot, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fytyrë të vdekjes sona. Amen. Të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe I bekuar fruti I barkut tënd, Jesuse. Shëndetia Marina, Lajtën Zot, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fytyrë të vdekjes sona. Amen. Të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe I bekuar fruti I barkut tënd, Jesuse. Shëndetia Marina, Lajtën Zot, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fytyrë të vdekjes sona. Amen. Të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe I bekuar fruti I barkut tënd, Jesuse. Shëndetia Marina, Lajtën Zot, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fytyrë të vdekjes sona. Amen. Të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe I bekuar fruti I barkut tënd, Jesuse. Shëndetia Marina, Lajtën Zot, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fytyrë të vdekjes sona. Amen.
Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjta Marina Najtën Zot, luto për ne pekatorët, tash në fill të vdekjes tonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjta Marina Najtën Zot, luto për ne pekatorët, tash në fill të vdekjes tonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjta Marina Najtën Zot, luto për ne pekatorët, tash në fill të vdekjes tonë. Amen. Lavdiati te birit të shpirtit shajt, Si ka qenë në fillim, ashtu tash në përgjithësinë e jetës sonë. o Jezusi. Flakës së ferit, e qoj në paret që shpirtat, por sidomos ata që kanë në nevojë për mëshirën tënde. Në të tretën shaj të gëzimit të mendojmë se kur erdhi koha të lindjes Jezu Krishti, u lind prej Virgjërës Mari në Betlehem. Ati ynë që je në qiell, u shenjtro femërët, ardhë beshyra jote, u bazë vullnesha jote, si në tokë ashtu në qiell. Të përdiqme në jesot, shmejnë fajtore tona, si në një fajtore tona, e mos në jesë bire të gretë, por në lirë në keqja. Falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e bekuar fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Marina Najtën Zot, luto për ne pekatorët, tash në fill të vdekjes tonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e bekuar fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Marina Najtën Zot, luto për ne pekatorët, tash në fill të vdekjes tonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e bekuar fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Marina Najtën Zot, luto për ne pekatorët, tash në fill të vdekjes tonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e bekuar fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Marina Najtën Zot, luto për ne pekatorët, tash në fill të vdekjes tonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e bekuar fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Marina Najtën Zot, luto për ne pekatorët, tash në fill të vdekjes tonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e bekuar fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Marina Najtën Zot, luto për ne pekatorët, tash në fill të vdekjes tonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e bekuar fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Marina Najtën Zot, luto për ne pekatorët, tash në fill të vdekjes tonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e bekuar fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Marina Najtën Zot, luto për ne pekatorët, tash në fill të vdekjes tonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e bekuar fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Marina Najtën Zot, luto për ne pekatorët, tash në fill të vdekjes tonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Marina Najtën Zot, luto për ne pekatorët, tash në fill të vdekjes tonë. Amen. Lavdiatët e birit të shpirtit shajt, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. o Jezusi im, Na e falë fajtët tona, shona prej flakës së ferit, e qoj në palet që shpirtat, por sidomos ata që kanë në nevojë për mëshirën tënde.
Në të katërtën shaj të gëzimit të mendojmë se Jezu Krishti kur u bë 14 vitesh që dërguar dhe kushtuar në shenjtroren e Jeruzalemit. Aty që në qiell u shëtron femrët, arbetria jote u bë vënesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Të përditshme në jetë sot, në e falë falet tona, si falim në fajtorë tanë, mos në letë të mirë në të bitë, por në liron nga I keqja. Të falë Mari, hirë që të Zoti me ty, edhe kujtë që tha gratë të bekuar për të barë këtën që Jezusi. Shkrejtja Marina me të nësot, jo të përnem katarët, tash në fillë të vdekjes tona. Të falë Mari, hirë që të Zoti me ty, edhe kujtë që tha gratë të bekuar për të barë këtën që Jezusi. Shkrejtja Marina me të nësot, jo të përnem katarët, tash në fillë të vdekjes tona. Të falë Mari, hirë që të Zoti me ty, edhe kujtë që tha gratë të bekuar për të barë këtën që Jezusi. Shkrejtja Marina me të nësot, jo të përnem katarët, tash në fillë të vdekjes tona. Të falë Mari, hirë që të Zoti me ty, edhe kujtë që tha gratë të bekuar për të barë këtën që Jezusi. Shkrejtja Marina me të nësot, jo të përnem katarët, tash në fillë të vdekjes tona. Të falë Mari, hirë që të Zoti me ty, edhe kujtë që tha gratë të bekuar për të barë këtën që Jezusi. Shkrejtja Marina me të nësot, jo të përnem katarët, tash në fillë të vdekjes tona. Të falë Mari, hirë që të Zoti me ty, edhe kujtë që tha gratë të bekuar për të barë këtën që Jezusi. Shkrejtja Marina me të nësot, jo të përnem katarët, tash në fillë të vdekjes tona. Të falë Mari, hirë që të Zoti me ty, edhe kujtë që tha gratë të bekuar për të barë këtën që Jezusi. Shkrejtja Marina me të nësot, jo të përnem katarët, tash në fillë të vdekjes tona. Të falë Mari, hirë që të Zoti me ty, edhe kujtë që tha gratë të bekuar për të barë këtën që Jezusi. Shkrejtja Marina me të nësot, jo të përnem katarët, tash në fillë të vdekjes tona. Të falë Mari, hirë që të Zoti me ty, edhe kujtë që tha gratë të bekuar për të barë këtën që Jezusi. Shkrejtja Marina me të nësot, jo të përnem katarët, tash në fillë të vdekjes tona. Të beatit I lirë të shpirtit shajt, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë në jetës sande. të Jezusi. Na I falë mëkatet tona, shana prej plagës së ferit, veçoj në pares të shpirtrat, por sidomos ata që kanë nevojë për mëshirën tënde. Në të pesën shaj të gëzimit të mendojmë se Jezu Krishti 12 vjeçar që gjetër të tretën ditë në shenjtroren e Jeruzalemit. Aty në qenë qiell u shenjtro temërët, ardhë mbretëria jote u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Kërkohë të përbitshme në jetë sot, në e falë falet tona, si falim ne fajtore tanë, e mos në letë të vive të ndim, por në liron nga I keqja. Të falemi Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe I bekuar për të barë këtën të Jezusi. Shkrejtja Marina me të nësot, jo të përnem katarët, tash në fillë të vdekjes tona. Të falemi Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe I bekuar për të barë këtën të Jezusi. Shkrejtja Marina me të nësot, jo të përnem katarët, tash në fillë të vdekjes tona. Të falemi Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe I bekuar për të barë këtën të Jezusi. Shkrejtja Marina me të nësot, jo të përnem katarët, tash në fillë të vdekjes tona. Të falemi Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe I bekuar për të barë këtën të Jezusi. Shkrejtja Marina me të nësot, jo të përnem katarët, tash në fillë të vdekjes tona.
Të falemi Mari, hir plot Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti i barkut tënd Jesuse. Shëndetia Maria, natën sot, lutu për ne pekatorët, tashmë në fytyrën e vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti i barkut tënd Jesuse. Shëndetia Maria, natën sot, lutu për ne pekatorët, tashmë në fytyrën e vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti i barkut tënd Jesuse. Shëndetia Maria, natën sot, lutu për ne pekatorët, tashmë në fytyrën e vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti i barkut tënd Jesuse. Shëndetia Maria, natën sot, lutu për ne pekatorët, tashmë në fytyrën e vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti i barkut tënd Jesuse. Shëndetia Maria, natën sot, lutu për ne pekatorët, tashmë në fytyrën e vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti i barkut tënd Jesuse. Shëndetia Maria, natën sot, lutu për ne pekatorët, tashmë në fytyrën e vdekjes sonë. Amen. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Qartë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashmë për gjithmonë e jetës. Amen. O Jezuse, Na e falë mëkatët tona, shkoj na prej flakës së derit, e çoj në parën që shpirkat, por sidomos ata që kanë nevojë për mëshirën tënde. Për shpirtat e purgatorëve, aty që je në qiell u shenjtroft emrit, ardë mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Këto të përdeshme na jep sot, na e falë fajët tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lërë të pirë në tundim, por na lëro nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti i barkut tënd Jesuse. Shëndetia Maria, natën sot, lutu për ne pekatorët, tashmë në fytyrën e vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti i barkut tënd Jesuse. Shëndetia Maria, natën sot, lutu për ne pekatorët, tashmë në fytyrën e vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti i barkut tënd Jesuse. Shëndetia Maria, natën sot, lutu për ne pekatorët, tashmë në fytyrën e vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti i barkut tënd Jesuse. Shëndetia Maria, natën sot, lutu për ne pekatorët, tashmë në fytyrën e vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti i barkut tënd Jesuse. Shëndetia Maria, natën sot, lutu për ne pekatorët, tashmë në fytyrën e vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti i barkut tënd Jesuse. Shëndetia Maria, natën sot, lutu për ne pekatorët, tashmë në fytyrën e vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti i barkut tënd Jesuse. Shëndetia Maria, natën sot, lutu për ne pekatorët, tashmë në fytyrën e vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti i barkut tënd Jesuse. Shëndetia Maria, natën sot, lutu për ne pekatorët, tashmë në fytyrën e vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi mbi të gjitha gratë,
dhe I bekuar fryti I barkut të Jezusi. Shajtja Marina najtën sot, jo të për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe I bekuar fryti I barkut të Jezusi. Shajtja Marina najtën sot, jo të për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shajt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë në jetës sane. O Jezuesim, O të tona, shona për flokës e ferit, lëshoj në palesë shpirtat, por që në mos ata, që kanë në nevojë në shpirtën tonë. jep ja o Zot pushimin e pasosur, Ishtë drita pa mbarume, pushofshin e paqe, falim për të resha,
Në vërtetit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Vllazën e motra, sot e festojmë fesën e Shën Markut Ungjilltar. Sot në këtë vend shenjtë i përkujtojmë edhe martirt Mejës, Kurulicës, Kuskës, Damocit e tjerave vende. Edhe nëse dikush i ka harrue, që ka ndodhur me 27 prill 1999, kisha nuk i ka harrue sepse ata i kanë takue kësaj familje Gjakovës. Ne i kujtojmë edhe gjatë kësaj meshe për shpirtrat e tyre. Lutemi për ta. Njëherët e lutem Zotin që ata ta gëzojnë jetën e pasosur. Në fillim kësaj meshe pendohemi për të gjitha fajet, gabimet e lëshimet që kemi bën ndaj Zotit e ndaj njëri tjetrit. Po ertëhem. Hyu të gjithë pushtetshëm dhe ju vëllezër e motra, se kam katmuar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lëshime, për fajin tim, për më të madhin fajin tim. Prandaj përprositem së lumes Mari gjithmonë virgjër, të gjithë engjëve, shenjturve dhe ju vëllezër e motra, që të luteni për mua në Zotit Hyu ton. Ky gjithë pushtetshëm pas mshi për ne, na i falë të mëkatet tona dhe na përcjell në jetën e pasosur. Amen.
lavdihio nell'arte cielore. Të lutemi, o hyti lartësoveshën Markun Ungjilltar me hirën e predikimit e Ungjillit, veçnit përfitojmë sa më mirë nga mësimi i tij, për të ecur besnikër e gjurmëve të Krishtit, që me ty jetën mbretëron e bashkim me shpirtin që e ky, për të gjithë shekujt e shekujve. Lexim prej letrës së parë të Shën Paulit Apostull. Lexim prej letrës së parë të Shën Pjetrit Apostull. Vëllezër, të gjithë së bashku, në marrëdhënie njëri me tjetrin, vishuni me përvojtri, sepse hyi i kundërshton madhështorëve, kurse të përvojturve u jep hirin. Përkuluni pra nën të pushtetshëm dorën e hyjit, që në kohën e duhur t'ju lartësoj. Lëshoni në dorën e tij të gjitha kujdeset tuaja, sepse ai kujdeset për ju. Jeni të përkarm dhe rrini zgjuar. Armiku juaj djalli, por si luan ulëritës, ende të këndej dhe andej, duke kërkuar këtë përpi. Të fort në fe, kundërshtoni, duke e ditur se po të njëjtat vuajtje i pësojnë vëllezërit tuaj në fe, të shpërndar në përbot. Hyji, burimi çdo hiri, i cili ju grishi në lumturinë e vet të amshuar në Jezu Krishtin, ai mbasi të vuani për pak kohë, do t'ju përsos, do t'ju përforcoj dhe do t'ju jap fuqi dhe do t'ju bëj të patranshëm. Ai sundoft në shekuj të shekujve. Amen. Po ju shkruaj shkurtimisht mendimen e Silvanit, të cilin e shmoj si një vëlla besnik, që t'ju përkujtoj dhe t'ju dëshmoj se ky është hiri i vërtet i hyjit, qëndroni në të. Ju bën të falja kisha të zgjedhurve që është në Babiloni, si dhe i mbir Marku. Përshëndetni njëri tjetrin me puthje vllazërore.
paqja me të gjithë ju që jeni në Krishtin. Fjala e Zotit. Dashurin e Zotit gjithmonë do të këndoj, brez pas brezi goja ime. Do të shpa besnikërin tënde, sepse the, dashuria ime qëndron pranë shem, në qiell është e themeluar besnikëria jote. Jepni navi Zotit ton, jepni navi, jepni navi Zotit ton. Qejt i këndojnë veprat e tua, o Zot, ku vendi i shajtërve besnikërin tënde, e kush ndërre është i barabart me Zotin, kush është i ngjajshëm ndër zota me Zotin. Jepni navi Zotit ton, jepni navi, jepni navi Zotit ton. Ljum ai popull që di të brohorit, që ecën në dritën e fytyrës sate, o Zot, për herë do të gëzojnë në emrin tënd, e do të mburret në drejtësinë tënde. Jepni navi Zotit ton, jepni navi, jepni navi Zotit ton. Lexim për zbulesës të shëngjonit apostol. Pastaj pash një shumicë të madhe që askush s'mund ta numëronte. Për çdo kombi, çdo fisi, populli dhe gjuha. Qëndroni në këmbë para fronit dhe para qengjit, të veshur me petka të bardha e me palma në dorë. Unë u përgjigja, im Zot, ti e di, dhe ai më tha, këta janë ata që erdhën nga prova e madhe, i lanë petka dhe i pastruan në gjakun e qengjit. Prandaj edhe qëndrojnë para fronit të hyet dhe i shërbejnë ditë e natë në tempullin e tij. Dhe ai që rri në front do të shtinën tendën e vet. Më kur s'do të kenë uri, më kur s'do të kenë etje, më kur s'do të djeg dielli as rrezet e tij. Sepse qengji që është në mes të fronit do t'i kullos dhe do t'i çojë në burimet e ujrave të jetës, edhe hyje do t'a fshi çdo lot nga sytë e tyre. Fjala e Zotit. Falenderojmë Ty. Predikojmë Krishtin e kryqëzuar, fuqinë dhe dijen e hyjet. Alleluja, alleluja, Zotit të ti këndojmë. Alleluja, alleluja, me zemër tanë këndojmë. Zoti qoftë me ju. Lexim i Ungjillit shenjtë sipas Marku. Lumturi të qoftë o Zot. Në atë kohë, Jezusi u tha të 11-ve, dilni në mbar botën e predikoni Ungjillin të gjithë njerëzve.
Kush do të besoj e do të pakzohet, do të shërbohet. Ndërsa kush do të besoj, do të dënohet. Shenjat që do t'i përcjellin ata që do të besojnë janë këto. Në emrin tim do t'i dëbojnë djajt. Do të flasin gjungë të reja. Në duar do t'i morrin gjarprinj, e nëse do të pinë do një sënd që sjell vdekjen, nuk do të bëj keq. Do t'i vend duart mbi të smur, e këta do të shërohen. Zotria Jezus, pasi u tha kështu, unë gjit në qiell, dhe rrinët e djathtë të ngrit, kurse ata dolën e predikuan gjithkund. Zoti bashkëpunonte me ta dhe e përforconte fjalën me mrekulli që e përcjellnin. Fjala e Zotit. Lavdi ty o Krisht. Qoftë i nderuar Jezu Krishti. Të dashur vëllezër e motra, sot kisha shejt e kremtojnë festën e Shën Markut Ungjilltar. Ai është njëri prej 4 ungjilltarëve që na lanë të shkruar jetën dhe veprën e Jezusit shërbuesit tonë. Pa dëshminë e tyre, ne sot nuk do ta njohim as qartë rrugën e Jezusit, mrekullitë e tija, fjalët e tij dhe sakrificën e tij për njerëzimin. Shën Marku nuk ishte vetëm një shkruas. Ai ishte dëshmitar i gjallë i fesë. Ai jetoi një kohë të vështirë, kur të krishterët përndiqeshin dhe kur shumë njerëz kishin frikë ta shpallin hapur besimin e tyre. Në atë kohë nuk ishte lehtë të fliset për Jezusin. Ishte rrezik, kishte kërcënime dhe kishte vuajtje. Megjithatë, Marku nuk u tërhoq. Ai vendosi ta shkruaj Ungjillin që njerëzit të njohin të vërtetën për Jezusin. Ungjilli sipas Markut është më i shkurt ndër 4 ungjilltar tjerë, por është shumë i gjallë dhe i qartë. Ai nuk përdor fjalë të ndërlikuara, flet thjesht, drejt dhe me bindje. Pikërisht për këtë arsye shumë njerëz e kuptojnë lehtë porosinë e tij. Shën Marku dëshiron që çdo njeri ta kuptojë se kush është Jezusi dhe pse ai erdhi në botë. Në fillim të Ungjillit e tij ai shkruan: Fillimi i Ungjillit të Jezusit, birit të Hyut. Me këto pak fjalë, Shën Marku ne jep një vërtetë të madhe. Jezusi nuk është vetëm një njeri i mirë, një mësues apo një njeri i drejtë. Ai është biri i Hyut i dërguar për ta shpëtuar botën. Shën Marku ishte bashkëpunëtor e apostujve. Ai ishte pranë Shën Pjetrit dhe nga ai dëgjoi shumë gjëra për jetën e Jezusit. Shumë nga ato që Marku shkroi vijnë nga dëshmia e Pjetrit. Mund të themi se Ungjilli i Markut është një pasqyrë predikimit e Pjetrit.
Marku ishte gjithashtu bashkëpunëtor i Shën Paulit dhe shumë misionarëve të parë. Ai udhëtoi, shërbeu dhe ndihmoi që fjala e Zotit të përhapej në shumë vende. Tradita e kishës na tregon se më vonë ai shkoi edhe në Egjipt dhe atje shpalli ungjillin me shumë guxim. Pra, jeta e tij ishte një jetë në shërbim të Zotit dhe të njerëzve. Të dashur vëllezër e motra, kur mendojmë për Shën Markun, nuk duhet ta shohim vetëm si një figurë e lartë të historisë. Ai na flet edhe sot. Ai na kujton një detyrë të rëndësishme. Çdo i krishterë është i thirrur ta dëshmojë besimin. Jo të gjithë nuk janë të thirrur të shkruajnë libra si Marku, por secili është i thirrur të jetojë ungjillin në jetën e përditshme. Sot bota jonë ka shumë nevojë për të. Për këtë dëshmi të gjallë. Jetojmë në një kohë trazirash. Në shumë vende të botës ka luftra, urrëtie dhe padrejtësi. Shpesh dëgjojmë lajme për dhunë, për përçarje mes popullit dhe për vutet e njerëzve të pafajshëm. Në veçanti sot shohim me dhimbje atë që ndodh në lindjen e mesme, në vendet ku kanë jetuar shumë nga popujt e Biblës apo shkrimit shenjtë. Atje ku dikur kalon profetet dhe ku Jezusi shpalli dashurinë e Zotit, sot shumë njerëz jetojnë në frikë, në hiret edhe në pasiguri. Fëmijë, gra dhe familje të tëra vujnë nga lufta dhe nga urrëtia mes njerëzve. Kur dëgjojmë këtu vëllezër e motra, këtu lajme, zemra jonë mbushet me dhimbje, por pikërisht në këtë kohë fjala e ungjillit bëhet edhe më e rëndësishme. Shën Marku na kujton si Jezusi erdhi në botë për sjell paqen e Zotit. Ai erdhi për të thyer urrëtien dhe për të hapur zemrat e njerëzve për dashuri. Jezusi nuk u përgjigj me dhunë. Ai nuk përdori forcën për të cënduar mbi njerëzit. Ai përdori dashurinë, faljen dhe të vërtetën. Në ungjillin sipas Markut shohim shumë herë se Jezusi ndalit pranë njerëzve të smuar, pranë të varfërve dhe pranë atyre që askush nuk e shikonte e nuk i ndihmonte. Ai dëgjon, ai shëron dhe i jep shpresë. Ky është vëllezër e motra shembull që ne jep Jezusi dhe që Marku na tregon me shumë qartësi. Edhe sot bota ka nevojë për njerëz të tillë sikur se ka jetuar Shën Marku ungjilltar. Ndoshta ne nuk mund të ndalim luftrat në vendet e larta. Ndoshta nuk kemi fuqi të ndryshojmë vendimet e mëdha të botës. Por secili prej nesh mund të bëjë diçka shumë të rëndësishme. Mund të fillojmë nga zemra vet, sepse paqja fillon në zemrën e njeriu. Kur një njeri fal, paqja fillon. Kur një njeri ndihmon tjetrit,
paqja rritet, kur një familje jeton në dashuri, paqja bëhet më fort apo më e madhe. Shën Marku në kujton edhe një të vërtet jetët të rëndësishme. Besimi nuk duhet të mbajtur vetëm për vete. Shumë njerëz sot thonë, unë besoj. Kjo është mirë, po nuk mjafton vëllezër e motra. Besimi duhet të shihet në jetën tonë. Besimit duhet të rritet e të shtohet. Besimi është dhuratë e Zotit. Në mënyrën si flasim me njerëz, në mënyrën si sillemi në familje, në mënyrën si ndihmojmë të varfrit dhe ata që janë në nevojë. Sepse një krishter që jeton me ndëshmëri, me drejtësi dhe me dashuri, është si një dritë për të tjerët. Njerëzit e shohin këtë dhe fillojnë të pyesin pse ky njeri jeton kështu. Atëherë ne mund të themi me thjeshtësi sepse e ndjekim Jezusin. Shën Marku pikërisht të e bëri. Ai nuk e mbajti për vete atë që kishte dëgjuar për Jezusin. Ai shkroi dhe shpall që të gjithë ta njohin të vërtetën. Sot edhe ne jemi si një vazhdim i kësaj dëshmie, sepse çdo brez ka detyrë ta përcjellë besimin të brezit tjetër, prindrit të fëmijët, gjyshrit të nipat dhe mbesat, meshtarët të besimtarët dhe çdo i krishter të njerëzit që i takojnë në jetën e tij. Nëse heshtim, shumë njerëz nuk do ta dëgjojnë kur lajmin e mirë të ungjillit të shenjtë. Por, nëse jetojmë sipas fjalës së Jezusit, atëherë edhe pa shumë fjalë jeta jonë bëhet një dëshmi e fortë. Të dashur vëllezër e motra, festa e Shën Markut na fton të mendojmë për 3 gjëra të rëndësishme. E para, të jemi mirënjohës për ungjillin që kemi në duar tona. Shumë breze para nesh e ruajtën këtë fesart me sakrifica të mëdha. E dyta, ta lexojmë me shpresë ungjillin shenjtë, edhe sa më shpesh, çdo ditë nëse është nevoja. Në fjalët e Jezusit ne gjejmë udhë për jetën tonë. E treta, ta jetojmë ungjillin në jetën e përditshme, në familje, në punë e në shoqëri. Kështu bëjmë vëllezër e motra edhe ne, në një mënyrë të thjeshtë, dëshmitar të Jezusit në botën e sotme. Në fund ta kujtojmë edhe simbolin e Shën Markut ungjilltar. Tradita e kishës paraqet atë me një luan. E luani është shaj i forcës dhe i guximit. Kjo na kujtojnë se ungjilli duhet shpallur me guxim. Edhe kur bota nuk dëshiron të dëgjojë, edhe sot ka shumë zëra që përpiqen të largojnë Zotin nga jeta e njerëzve. Por, fjala e Zotit nuk shuhet kur. Aja vazhdon
të jetojnë në zemrat tyre që besojnë e shpresojnë Jezu Krishtin, Zotën njerin. Prandaj të lusim Zotën që edhe ne kemi pak nga guximi i shënmarrë. Kemi zemër të fortë në besim. Kemi zemër të hapur për njerëzit. Dhe kemi zemër të mbushur me dashurinë e Jezusit. Nëse jetojmë kështu vllazër e motra, edhe në ne një botë me shumë vështirësi të trazira, ne mund të jemi bartës të shpresës dhe të paqes. Shën Marku, ungjilltar, u lut për ne, që të jemi gjithmonë besnik ndaj fjalës së Jezusit, dhe që jeta jonë të bëhet një dëshmi e gjallë e ungjillit në këtë botë. Amen, kjo Jezu Krishti. Besoj në një hytë të vetëm. Të gjithë pasëndër që shqimë që më shqimë, besojnë në Zotë të vetëm, Jezu Krishti, një të vetë i mbrinë e kjo, të lindur për jati parte që të shqetëve, kjo prej kjo, një prej lindës, kjo përgjit prej një të vërtet, i din të joj krijuar, i në qenë shëmatin, në përmjet të cilët janë krijuar të gjitha pasëndër, a i për me njerëzit, dhe për shpëtimin tonë zbriti prej qiellit, e u mishtrua për mërbit të shpirtit shenjtë, të Virgjës Mari, do vë njeri, do vërësua për ne në Poncin Pilat, së do vëllës, do në gjallë të drejtën dhe si bashkërimeve, e u ngrit në qiell, dhe rinë të gjallë të natit, dhe përsëri do të vinë me lavdi, për të gjykuar të gjallët të drejturit, e mbretëria e tij nuk do të ketë mbarim. Besoj në shpirtin shenjtë, që është Zoti i dhënës, që vjen prej Atit e prej Birit, që Ati dhe me Birit, adhurohet dhe lavdërohet, që foli me anë profetëve, edhe një kishte vetme, të shenjte, katolike dhe apostolike, dhe shmuri paksim të vetëm, për faljen e mëkateve, presim gjallën së vdekurve, dhe jetën e pasosur. Amen. Vllazën e motra, t'ja drejtojmë lutje tonë atë gjithë pushteshëm e ndërmjetësinë e pajtorit tonë qëllorshën Markut ungjilltar, t'ju thënë gjithë bashkë dëgjoje o Zot lutjen tonë. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Për mbar kishën e shenjtë katolike, që me ndërmjetësinë e Shën Markut të jetoj gjithmonë në ndikimin e shpirtit shenjtë të Zotit, dhe ta përhap në katër anët të botës, fenë e vërtet në Krishtin Zot, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Për papën të Gjeronin, për veshve tanë, për meshtarët, rregultarët dhe rregultarët tona, që Zotit jap hirin, fuqinë dhe suksesin në shpalljen dhe për cilësimin e fesë në Zotin tonë, Jezu Krishtin, të lutem. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Për mbar popullin ton, që me ndërmjetësinë e Shën Markut, Zotit i pastroj zemrat tona nga e keqja, smira, hekmarrja, dhe t'i drejtoj ka jeta e pastër dhe e shenjtë, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Për trujet tona që Zotit i bekoj, shtëpit, fushat, malet, arat, të mbjellurat, si dhe të gjitha veprat e dorëve tona, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Për të gjithë ne që jemi mbledhur në këtë meshë të shenjtë, në nder të pajtorit tonë qiellor, Shën Markut ungjilltar, që me ndërmjetësinë e tij të fitojmë bekimin dhe ndihmën e Zotit në të gjitha nevojat tona, shpirtërore e toksore, si dhe lumturitë e jetës sa mshuar, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Edhe për të vdekurit tanë, sidomos të vrarë në luftën e fundit, që kanë jetuar me shpresën dhe mirësinë dhe mëshirën e Zotit, që Ati qiellor t'i bashkon për gjithmonë me Krishtin e ringjallur në gëzimin e amshuar të mbretërisë së vet qiellore, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë.
O ati shajt dhe i mshirëshëm, ti që një nevoja tona para se të lutemi, të gjëni dhe pranoje këto lutje që në përmjet të Shën Marku të Gjilltar, drejtoj jetën tonë si pas vullitit të shajt, ka jetë amshuar me ty dhe me Krishtin Zot, i cili jetën në mbretëron e shekujve. Amen. Lutuni vllazën e motra që fije ime dhe juja të të pëlqyeshe para hyut të Atit gjithëpushtetshëm. Zoti e pranon një prej duarve të tua, ajo dal përderi lavdit e emrit të tij, si dhe përdorin tonë, e të mbarë kishës së tij të shenjtë. Po ta kushtojmë o Zot ti në lavdit, në përkujtimi lavdisë së Shën Marku, e be që shpallje unë gjithë të ngulmoj gjithë për në kishën tënde, ne për Krishtin e Zotin tonë. Amen. Zoti qoftë me ju, dhe me shpirtin tënd. I lartësoj me zemra, e falenderojmë Zotin hyun tonë. Për nimen është punë dhe drejt, është detyre jonë dhe burim shpëtimi, të falenderojmë gjithmonë e gjithmonë, ti o Zot ati shejt, i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar, ne për e Krishtin e Zotin e tonë. Ti ndërtove kishën të mbi themelin e apostujve, që ajo të jetë shenjë përhershme e shetrisate në botë, dhe të gjithë njerëzve t'u jap dëshmi qellore. Dhe prandaj tani dhe ne amshim bashk me ushtrin e ngjëllore, po të këndojnë me përkushtim, duke thënë me zë të lartë. Hosanna, Hosanna.
të vërtet, je shejt o Zot për imi çdo shejtërie. Ty pra po të lutemi shejtroj të dhurata me hirën e shpirtit tënd, që të bëhet për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht pranon të munimet, mori bukën të falenderoj, e theu u adhan zansëve të vetë dhe tha: merrni e hani të gjithë prej këtij, ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu pas ju kryedar ka mori dhe kelkun, përsërit e falenderoj, u adhan zansëve të vetë dhe tha: merrni e pini të gjithë prej tij, ky është kelku i gjakut tim, i besimit së re dhe të amshuar, që do derdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. Kuptojmë vdekjen tënde o Zot, shpalim gjalljen tënde dhe presim ardhjen tënde me lumturi. Prandaj o Zot, duke përkujtuar vdekjen e ngjalljen e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të shndrojmë para teje të shërbejmë ty. Po të lutemi me përvojtëri që shpirti i shenjtë na bashkojë në një trup të vetëm, të gjithë ne që përmorëm pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Letet e bjerë në mend o Zot për kishën tënde të shpërndarë në të katër anët e botës, për sosën e dashuri, bashkë me papën ton Leonin, me i peshguin ton Doden dhe me gjithë klerin tënd. Let e bjen e mend dhe për vlezërit tanë e motra tona, të cilët po shuan me shpresë të ngjalljes, edhe për gjithë ata që vdiqën mëshirën tënde, pranoj dhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi, ki mëshirë dhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosun, me Marin Virgjër hylimse, me Shën Jozefin fatën e saj, me shenjtrit apostoj, me Shën Markun Ungjilltar, e me të gjithë shenjtrit që gjithëherë të pëlqyn, që të madhrojmë dhe të levdojmë në për Jezu Krishtin, birin tënd. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, ty aty gjithë pushtetshëm, në bashkim me shpirtin shenjt, të qovë çdo nder e lavdi, për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Të nxitur nga udhri shëlbuesi dhe sipas mësimit të ty hynor, marr guzim të themi aty ynë. Që në qiell, u shëjtros të mbyll, ardh mbretëria jote, u baku mesa jote, si në qiell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme, na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në dënim, por na lëro nga i keqi. Në lëro po të lutemi o Zot për gjithat këqijave dhe për mirësinë tënde e paqen e ditët tona. E në sajt e mëshirës sate do të lërëmi për gjithmonë për mëkatit, e do të jemi të sigurt për çdo trembullim duke pritur shpresën e lume, ardhin e shëlbuesit tonë Jezu Krishtit. Jo Zot je mbret, je gjithë pushtetshëm, je lumtur në mëshirë. O Zot Jezu Krisht, ju ka thënë apostujve të tu, ku i lë paqen, ku ja paqen time. Mos i shikom mëkatet tona për feni kishës sate, jepi asaj sipas vullnetit tënd paqe dhe bashkim. Ti që të në mbretëron e shekujt.
e shekujve. Amen. Paqja e Zotit qoftë për herë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Në shej paqja dhe pajtimit japim njëri tjetrit dorën. Ti qesh gjykatët e botës, kim shirë për ne, kim shirë për ne, kim shirë për ne, o Zot. O qesh gjykatët, ti qesh gjykatët e botës, kim shirë për ne, kim shirë për ne, kim shirë për ne, o Zot. O qenë hyjë, ti qesh gjykatët e botës, jemnan e paqen, jemnan e paqen, jemnan e Ja që në gjihut, ja e të shlim katët e botës për ata që janë të thirë në tryezën e qengjit. O Zot, nuk jam e vetë, që të marrë pjesë në tryezën tënde, por thuaj një fjalë të vetme, dhe shpirti im do të shërohet. ata që do të marrin kungimin e shenjtë, kisha lu që të afrohen pak më afër, e do të shpërndajmë kungimin e 3 meshtarët, edhe motra do të na ndihmojnë, prandaj që kemi sa ma lehtë që të kyçemi, e të afrohemi, pra të japim hapësinë atyre që marrin kungimin e të vinë të përpara, pra bashkë ka lloj rreshti.
Të lutemi. Ne shetrofto Zotë ratët që bore prej altarit tanë, dhe na përfërsoft në fene unqilit që Shën Marku predikoj. Ne për Krishtin Zotin tonë. Një besimtari ka dhuru disa karriga, ka dëshirë me qëndru anonim, andaj ju që e keni mund t'ule një pak, e unë e falenderoj përzemërsisht besimtarin që ka ba këtë dhurat kësaj kishe, kësaj dite pra. Vllazën e motra, jemi në përfundim të meshës, e para se të marrim bekimin përfundimtar të kësaj meshe, e falenderojmë Zotin që na ka bashku në këtë vend, e të mund të kremtojmë festen e Shën Markut në këtë ditë kaq të bukur me diell. Ky vend i shenjtë në këtë fest na bashkon çdo vit. E si që tham bram në predikim Patri Lia që për shumë vite shërben në këtë vend, se pas disa shkrimeve në këtë vend edhe para 150 viteve janë bashku besimtarët me festu festën e Shën Markut. Pra jemi në një vend ku me dekada bashkohen besimtarët në këtë vend dhe gjenë qetësinë. Pra, ky vend nuk ka fillu me mu dhe me ty, me ne që jemi të pranishëm, por ky vend e ka një lashtësi të largët, sa që dhe besimtarë që sot gravitojnë në këto zona, Zhube, Vogov, Brekos, ku janë vendosë këtu, e kanë gjetë kishen dhe festin e Shën Markut këtu. Andaj me gëzim, edhe falenderojmë Zotin, e të parë tanë të cilët e kanë rujt fen dhe dashnin për Shën Markun, duke në ru dhe festu. E falenderoj fratën e Bashkësisë Franciskane Gjakoves, Patër Ambrozin, që na drejtoj meshën, dhe pashtu falenderoj për shërbimin që e banë në këtë filiale të famullisë të Gjakoves. Fratë Zotit dashnet e bekim, e Shën Marku një mohë në çdo ditë jetës. E falenderoj dhe përshëndes dën prek Lazraj, famulitarin Dublivares, i cili 33 vite ka shërby në Shqipni. E tani është famulitarin Dublivare, sot është bashkë me ne këtu me festu festën e Shën Markut. Pastaj edhe motra. Motrën Hilda, që është motra e Patër Hilit, Monsinjor Hilit, motrën Klara e motrën Irena që shërben për nën familjen e Gjakoves, një veçantë me fëmijë dhe me rinj. Pastaj do mi falendru këshilltarët për kujdesin, shërbimin që e bëjnë familjet tonë e në përgjithta filialet kur festojnë festat. E shifni pra sa bukur kanë përgatit vendin për sot, shëlltarët, bashkëpunëtorët, vullnetarët. Faleminderit për shërbimin që e bani. Zoti ju shpërbleft. Por kam një kërkesë që ata të cilët kanë të partë vorosën e këto vareza të kujdesin për këtë vend, kjo përgjigjen obligimit që duhet ta kryjnë për mirëmbajtjen e varezave, sepse edhe varezat janë pasqyrë e një populli, e një kombi, një vendi. Të parë tonë e meritojnë që të kujdesmi për varet e tyre, se që thash,
e kanë rujt fen e dashnin për Krishtin, e për Kishën, e për Shën Markun. Pa njerëz bashkëpunëtorëve, atyre që vinë nga Gjakova këto, e një veçantë atyre të cilët jetojnë në këto 2 fshatra, 3 fshatra, që shërbejnë e me dashni e mirëmbajnë këtë vend. Lexuesit që lexojnë fjalën e Zotit, ministrantat të cilët ndihmojnë rrethantarit shenjtë, rinin të cilët kujdesen për këtë vend. E posaçërisht vllazën e motra, sot dua të falenderoj korin e fëmijëve të famullisë së Gjakovës, që dhe më shumë i kanë dhënë bukuri këndimit kësaj meshe shenjte. Jo këto zemra, e në Zotin që nuk është briosh edhe që përgjigje tyre së Zotit, që të bëhet frat apo motër e me i shërby Krishtit e Kishës. Faleminderit edhe secit nga ju që një të pranishëm, e gjitha atyre të cilët na përcjellin përmes transmetimit, që me kujdes e për shpërtni e përcjellni meshën shenjte. E kretë në fund, ne emën të fretniu, priftave, motrave, e gjithë bashkëpunëtorëve, ju urojmë për shëmët festën e Shën Markut. E posaçërisht atyre të cilët e kanë festë familjare. Kisha pas dëshirë ta ngrit dorën kush e ka emrin e Shën Markut, që t'ja bëjmë urimet për ditën e emrit. A është kush ajo? Të i shoh disa, të urimet dita e emrit, e gëzofshi. I doar trokitje për ata të cilët e s'katë ditën e emrit. Zoti ju bekoftë të gjithve, të Shën Marku të mjetësovë për gjithë ne e na ndihmon. Për shërbot e me gëzime, ta në marën bekimin e da nga dale shpërndami në paqen e Zotit. Para se të jetë bekimin, ta themi gjithë bashkë një atu një falimindëri për ato viktimes që kanë ra me 27 prill vitit 1999 gjatë luftës. Aty Qene qiellë, ushe i troftë emri, ardë mbretëria jote, u babull nesa jote, si në qiella ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme, na jep sot, na i fal faljet tona, si falim ne fajtorëtar, e mos na lër të bimë në turdim, por na liron nga i keqi amen. të falemi Mari, Hirë plotë e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të Jezusit. Shenjtja Mari, nëna e të Zot, lutu për ne kataren, tash në fill të vdekjes sot. Amen. në pjatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë jetës. Amen. Epja o Zot pushimin e pasosur, Ishte drita pambarume, për shoshin e paqen, ashtu kjo, Zoti qoftë me ju, dhe me shpirtin të. dhe kur ty gjithë pushtetshëm, Ati e biri e shpirti shenjtë, Amen. të shkojmë në paqe. Falenderojmë e hyrë, ta adhurojmë o Krisht, Dhe të në të gjitha kishën tua, që gjindën e marë botën, dhe po të bekoj, sepse me shajti kryqin tënë, shpërbleve botën.